shumë me një klim të çuditshme. Ne mund të shfrytëzojmë energjinë që janë të reja, ne atëherë nuk dinim këto punë. Nuk dinim. Po ju them dhe një gjë bile. Vetë hidrocentrali i Ulzës i pari nuk duhet ndërtuar. Sepse mund të ndërtohet Shkopeti. Dhe Shkopeti do bëhesh më i madh edhe mbulonte edhe liçenin e Ulzës. Por nuk e ndërtonte dot as bota atëherë atë nivel. Për Fierzën, neve kemi projektuar me ndihmën e kinezëve. Kinezët atë kohë refuzuan të ndërtojë Fierza. Dhe thanë, sepse në atë kohë ndodhi një katastrofë e madhe botërore, u përmbyt diga e Vajontit në Itali nga më të mëdhajet në botë, ndofta më e madhe. Aty për 2 minuta u mbytën 4.000 veta. Sepse u rrëxua një mal nga sipër, hyri në ndërlën, edhe u përmbyt diga. Për 2 minuta është mbytur tërë fusha poshtë 3-4.000 veta. Ky rrezik ishte edhe në Fierzë. Dhe kinezët donin të heqin dorë. Në atë kohë që bëm neve, u krijua një grup studimor, bëm eksperimente e modeluam hidrocentralin e Fierzës në laboratorin e hidraulikës që është sot. Unë isha antar i atij grupi dhe në krye të grupit ishte vllai profesori Reisi. Në bjefin e sipër të Fierzës ka rrezik të rrëzohet një mal që e ka emrin Poravi. Po të mbytesh ai Poravi do të ndodhte e njëjta katastrofë. Që bëm neve, studiuam, e bëm, dhe diga e Fierzës është ngritur 12 ose 13 metrave, edhe si kur të bjerë Poravi nuk mbytet. Qeveria, kur erdhi kvota 196, më duket që është niveli maksimal, u trëmb, e thiri dhe një italian të mësonte si që punë. Nuk mbytet Fierza, sepse Poravi s'ka rënë. Nuk ka rënë, edhe s'po bie. Kështu që ka rezervë atje. Marrin pjesë një italian duke pasur Egon Gjatrin aty, duke pasur gjithë bashkëpunëtorët e Petrollovisës aty. Ja këto janë që janë bërë në këto. Sorry. Ne nuk kemi në dorë shumë, përveç se t'i kujtojmë duke i përmendur, duke folur. Kështu që në nder të tyre dua ta mbyll këtë emision duke nderuar të gjithë ata njerëz që e deshën Shqipërinë, që e ndërtuan Shqipërinë, ata që nuk jetojnë më dhe ata që jetojnë ende dhe kanë mendjen këtu, edhe pse nuk janë, siç ju jeni një prej tyre. Keni mundësi juve si klan të bëni një iniciativë që t'i vëmë emrin e Petrollovisës si hidrocentralit të Fierzës? Po pse jo, ta provojmë. Kam këtu një listë që i ke në Tiranë të gjallë, të tërë do të firmosin. Të tërë do firmosin. Është Petrit Ahmeti, Emin Musliu, bashkëpunëtorët, Tome Meksi, Bamir Çano, Bardhy Loreso, Kësim Struga janë bashkëpunëtorë që kanë qenë në Institutet e Projektimit dhe janë gjallë sot. Të tërë ne do firmosim të t'i vëmë emrin e Petrit Adhovisës atij. Patjetër Fierzës, sepse Fierza ka originalitete. Fierza është përmendur në Edinburgh si një nga veprat e mëdha botërore. Në kohën kur erdhi ai Basha këtu dhe nxori rrugën. Kush e përmend rrugën? Ka ndonjë ent ndërkombëtar që të përmendi këtë rrugë me nivel shkencor kaq të madhe? E bukur është rruga që shkon e Komit, që thonë, e cila vazhdon me ato peripecitë e saj. Po s'mund të jetë ajo nderi Komit. Nderi Komit është hidrocentrali i Fierzës dhe gjithë studimi i Drinit. Dhe Del Sali Berisha sot që se di ai që ka qenë Petrit Adhovisë. Si se di? E di. Pse e fshet? E di çfarë më bën përshtypje që ju, për shembull, ne tani në Shqipëri, në qeveri është prej shumë vitesh, do bëj 12 vjet bashkë me këtë mandat Rama, Edi Rama, ndërkohë që ju nuk flisni për